Shikoni, preferenca ime do të kishte qenë një figurë politike. Sepse Partia Demokratike është një parti e madhe dhe ka mjaft figura politike të forta të cilat do ta kishin sfiduar seriozisht regjimin në Tiranë dhe kandidaten e regjimit për Bashkinë e Tiranës. Kjo është e padiskutueshme, domethënë, dhe unë ndonjëherë qesh kur diskutohet në mediat në përgjithësi, në diskursin publik që PD-ja nuk ka kandidat. Është një nonsens jashtëzakonisht shumë i madh. PD-ja është një parti qeverisëse në këtë vend me kapacitete jashtëzakonisht shumë të mëdha, qoftë nga burimet njerëzore, qoftë nga kapaciteti intelektual dhe gjithë këto elementet me radhë, kështu që është e logjikshme që ka figura dinjitoze për t'i nxjerrë në garë dhe madje për ta rrezikuar me tërmend regjimin dhe këtë shtet të madh autoritar. Nga ana tjetër, Zoti Berisha, Partia Demokratike kuptuan që ose ran dakord me këtë kërkesë që vinte nga parti të tjera, që në mënyrë që të bëhemi të gjithë së bashku, të nxjerrim një kandidat ose të mbështesim një kandidat i cili nuk del nga radhët e partive politike. Dhe u provua kjo mënyrë që është provuar edhe në vende të tjera, nuk është se po eksperimenton Shqipëria për herë të parë. Duhet të thonë, ka funksionuar në shtete të tjera, në shtete ndoshta dhe me shumica kaq të mëdha, të paktën shumicë formale e quaj unë, sepse nuk është një shumicë reale, ka dalë nga votime të deformuara, dhe vendosën që të provojnë këtë në Tiranë. Sondazhet e fundit tregojnë që zoti Binaj është shumë afër kandidates që ka përballë. Dhe ndërkohë fushata, po themi, nuk është se është në kulmin e vet, është në fillimet e saj, që tepër që nuk dihet dhe një datë të caktuar. Po unë do thosha të njëjtën gjë për të gjithë emrat e diskutuar, po dhe emrat të tjerë nga Partia Demokratike. Unë mendoj se ishin mjaftueshëm të fortë që të dilnin në një rezultat të tillë, dhe kjo nuk duhet haruar. Edhe kur të vijë momenti për 2027 apo për zgjedhjet e tjera, Partia Demokratike do jetë aty, siç ka qenë për herë, në fushë me kandidatët e vet, me ekipin e vet, e kështu me radhë. Partia Demokratike nuk e lë fushën bosh. E ka bërë një herë të gabim, do jetë në çdo cep të mundshëm që gjen të lirë për ta zgjeruar atë cep, qoftë edhe me 1 milimetër, për të rritur hapësirat e lirisë të pakta që kanë ngelur në këtë vend. Për ta mbyllur këtë pjesë me Bashkinë dhe me zotin Binaj, duke u referuar atij sondazhi, kam përshtypjen që po i referohemi të njëjtit sondazh, a prishin punë kandidatët e tjerë për kryetar bashkie, zoti Qori më shumë dhe ndoshta zoti Marko Dajti, tani nuk e di sa mund të prish punë. Po themi në atë përqindje, pra ato vota që nuk i shkojnë opozitës, po i shkojnë zotit Qori, po themi, që ta themi thjesht. A mendoni ju se prishin punë? Po, nëse prishin punë, ndoshta zoti Qori merr votat e një elektorati të caktuar. Aq më tepër kandidati tjetër në garë, zoti Dajti, i cili është i përket Partisë Komuniste, në mos gaboj, apo një varianti të saj. Ndaj janë një elektorat, po themi, i caktuar, specifik, që nuk është se ka ndonjë lidhje shumë të madhe ideologjike me Partinë Demokratike apo me aleatët e vet, të cilët janë nga gjendra vetdjathtas në një farë mënyrë. Ndoshta duke ardhur, sepse tani, siç e thash, jemi në fillim të kësaj. Sa më shumë afrohet data e zgjedhjeve, kurdo që të kemi një datë zgjedhje, qytetari bën edhe këtë logjikën e votës së vlefshme, dhe thot, vërtet zoti Qori është për të vlerësuar për qëndresën e tij, koherencën dhe gjithçka paraqet ai për sa i përket këmbguljes politike, se unë nuk ndaj asgjë me idetë e tij. Po fundja, ky është arsyeimi që besoj unë bëjnë votuesit gjithmonë, nëse ne japim këtë votën zotit Qori, kush do jetë pasoja më pas? Është një mandat për zonjën Manastirliu, i prishet punë kandidatit që ka më shumë gjasa, dhe njerëzit bëjnë këtë arsyetim gjithmonë. Është një rregull ky në zgjedhje, në fushata, që shkojnë tek ajo vota e vlefshme dhe mendojnë që duke ia dhënë Flor Binajt të rriten gjasat që të ketë një goditje
ndaj kësaj shumice autoritare në pushtet. Ndaj nëse në fillim të fushatës diferenca është vetëm 2%, që mund të jetë brenda marzhit të gabimit, nuk jam i sigurt se ishte marzhi i gabimit, duke ecur dhe duke u afruar në datën e zgjedhjeve, gjitha gjasat janë që Flor Binaj të kaloj përpara Ogerta Manastirliut. Mirë, Dhe përpara nuk ka asnjë arsye sepse mos të kaloj përpara. Unë e kam thënë gjithmonë se dua ta shtoj edhe këtë detaj se mendoj është e rëndësishme sepse thuhet në qoftë se fiton Binaj i bie që nuk jemi në një regjim autoritar apo gjysmë autoritar etj me radhë. Çdo regjim natyrisht jo diktatorial siç është në Korenë e Veriut apo në format më ekstreme të tij, në Kuba apo nuk e di në Bielorusi, çdo formë gjys autoritare regjimi mundet në qoftë se ka një dallgë aq të madhe votash sa të minimizoj, po themi, ose të zbus efektin e manipulimeve ose të deformimeve. Në qoftë se kemi për herë të parë gjithë forcat opozitare të bëra bashkë në mbështetje të një kandidati të caktuar, gjasat janë që çdo formë manipulimi, çdo formë presioni të zbehet, të minimizohet. Edhe në Venezuelë, që ka një formë shumë më të egër të represionit, të autoritarizmit, të diktaturës, atje opozita u bë bashkë, duke lënë mënjan edhe disa ndasi mbase ideologjike, mbështetën një kandidat të caktuar dhe arritën ta faktonin që rezultati i zgjedhjeve presidenciale atje ishte ai që thoshte opozita dhe jo ai që thoshte Maduro. Ndaj edhe në këto forma më të egra regjimi ndodh që regjimi të kriset, të ketë një shenjë dobësi ose një shenjë mundje tek ai. Kështu që nuk është e pamundur dhe unë këtë ftesë do t'i bëja çdo qytetarit të Tiranës që do të japi një sinjal të revoltës së vet, një sinjal edhe në kërkim të një Shqipërie shumë më demokratike, po edhe një sinjal për një Tiranë krejt ndryshe. Ne të gjithë shikojmë se sa e vështirë është jetesa në Tiranë, rrugët, mungesa e ujit, domethënë janë shqetësime bazike, të cilat nuk i gjen asnjë vend të Europës, janë të krahasueshme me shqetësimet që mund të kenë qytetarët në vendet e ndryshme afrikane. Qartë, përpara se të shkojmë tek ajo se çfarë ka ndodhur dhe pritet të ndodhë në kuvend sipas diskutimeve në opinionin publik mes opozitës, mazhorancës e tjerë, një moment për të ndalur tek Lulzim Bashaj, ish kryetari i Partisë Demokratike, i cili ditë e djeshme u shfaq befas në SPAK gjatë pasdites, si person në dieni, me sa duket, siç raportojnë të gjitha mediat, ndoshta me burim nga prokuroria e posaçme, besoj patjetër, se nuk mendoj që është spekulim, për çështjen e 21 janarit. Tani, se Basha është edhe një figurë pak e vështirë për t'u analizuar. Pyetja ime është, meqense nuk rregulloi dot gjë, a mund të prishi punë? Po themi në këtë rast? Po, nuk besoj se ka ndonjë punë për të prishur zoti Basha. Më vjen mirë që dhe prokurorët e SPAK-ut e njohin vështirësinë e tij me orët e hershme të mëngjesit dhe e kishin lënë mbasdite thirrjen. Po, unë mendoj këtë gjë për 21 janarin dhe ky është një mendim shumë personal i imi. 21 janari ishte një puç shtetëror i organizuar nga grupe të ndryshme politike, ndoshta dhe brenda qeverisë Berisha, dhe këtu citoj ish ministrin Arben Imami, që ka thënë dhe publikisht në media, duke fajsuar ministrin e brendshëm të asaj kohe, si pjesë e këtij puçi, dhe unë mendoj se do duhet të hidhet dritë mbi 21 janarin për të nxjerrë këtë të vërtet në dritë, për të parë të gjithë elementet e këtij puçi ku disa grupime të caktuara tentuan që të rrëzonin një qeveri të ligjshme të Republikës së Shqipërisë. Qartë. Mirë, Nikola. Dhe mendoj Partia Demokratike dhe zoti Berisha, sepse kanë thënë vet ai, janë më të interesuarët që të zbulohet e vërteta se çfarë ka ndodhur vërtet në 21 janar. Do bëhet kjo drejtësi nga këto institucione të drejtësisë apo jo, unë e gjej të vështirë për ta besuar këtë gjë, po një ditë jam i bindur që 21 janari do dal
në dritën e së vërtetës. Jo, e kisha më shumë në kuptimin edhe ndoshta të një hakmarrje politike nga ana e zotit Basha, tashmë që ai gjendet dhe i dim gjithë pozitat e tij karshi zotit Berisha. Tashmë që ai gjendet jashtë Partisë Demokratike dhe që mund të gënjej para prokurorëve të SPAK-ut. Tani, nuk mund, unë po spekuloj, nuk po e çoj spekulimin ai shumë, por ndoshta në pozitat e zotit Basha dikush mund ta kishte shfrytzuar si një hakmarrje politike. Tani nuk e di, nuk e di. Sado që ta shfrytëzoj një njeri që e njohin të gjithë në Shqipëri që gënjen dhe për orën, sa mund të besohet nga prokurorët e SPAK-ut, ata mund të besojnë çfarë do duan. Prandaj pyeta që kur ishte për të rregulluar punë, s'rregulloi dot punë, a mundet që të prish punë. Kështu që ky ishte thelbi i gjithë kësaj. Mirë, për të shkuar në kuvend. Ditën e djeshme ka ndodhur shumë gjëra në kuvend, po unë do doja të fokusohesha tek, do ta nisja me njërin prej tyre, ti mund ta zgjerosh përgjigjen tënde pa asnjë problem. Më bëri përshtypje kur erdhi puna për të votuar shkarkimin e zotit Peleshi, një kal betejë i opozitës gjatë këtyre javëve, vetëm 10 veta nga Partia Demokratike votuan pro shkarkimit të tij. A është kjo një situatë normale? A kemi të bëjmë këtu me një hipokrizi politike nga ana e deputetëve dhe përfaqësuesve të Partisë Demokratike në kuvend? Si ta shpjegojmë këtë gjë? Sërish, mua më vjen keq që këto 2 ditë mediat kanë abuzuar, i kanë shërbyer Ramës, shumicës së tij, regjimit, quheni si të doni, deri në fund, siç e bëjnë shpesh në këto 10 vite, 11 vite sa kanë vajtur. Sepse mjaftonte që një gazetar të shkonte dhe të pyeste një nga përfaqësuesit e opozitës dhe do ta kishin marrë vesh të vërtetën se çfarë ndodhi. Mjaft të pyesnin zotin Kolliçi, mjaft të pyesnin zotin Alizoti, si nën kryetar të grupit, zotin Bardhi si kryetar i grupit parlamentar. Mjaft, do të thënë, një verifikim shumë të thjeshtë dhe do ta kuptonin që ai parlament, ky drejtuar nga ky zotëri që është kryetari i kuvendit, nuk funksionon. Është kthyer në një shtojc të kabinetit qeveritar, ku vetë vendosin, vetë flasin, vetë miratojnë dhe s'ka as transparencë, ka vetëm arrogancë dhe ka vetëm tentativa për t'i mbyllur gojën opozitës gjithmonë në çdo rast që u jepet. Në rastin në fjalë, kur do votohej për shkarkimin e zotit Peleshi, nuk u bë e qartë as se çfarë po idhej në votim nga kryesuesja e seancës, nga zonja që drejtonte seancën. Ishin 2 raporte që kishin dalë, një nga Partia Demokratike, një nga Partia Socialiste, do idheshin të 2 raportet në votim dhe më pas do shkojë të votojë për shkarkimin ose jo të zotit Peleshi. Nuk u hodhën raportet në votim, as raporti i Partisë Demokratike që argumentonte se pse duhej shkarkuar kryetari i kuvendit dhe as raporti i Partisë Socialiste që argumentonte se pse nuk duhet të shkarkohej zoti Peleshi. Dhe më pas, pasi votoheshin këto dyja, do votoj për çështjen e ditës. Kjo gjë nuk ndodhi për herë të parë, ndryshe nga çka ndodhur më përpara. Kaq është e gjitha. Dhe është kjo mungesë transparence, kjo arrogancë e shumicës formale qeverisëse që përkthehet dhe në këto skema, në këto skena dhe në raste të tilla. Sepse nuk ju e keni parë, e marrin fjalën deputetët e Partisë Demokratike ose të opozitës përgjithësi, nuk lejohet të flasin. Duhet të flasin gjërat që do shumica formale që të flasin. Nuk u jepet e drejta e fjalës, domethënë është kjo situatë që nuk është normale. Unë nuk e kam parë, të jem shumë i sinqert, për kuriozitetin tim personal kam ndjekur dhe parlamentin në Britaninë e Madhe, në Mbretërinë e Bashkuar dhe Kongresin Amerikan dhe parlamentin në Itali, që mund të jetë një nga parlamentet ku diskutohet më shumë, edhe me batuta, hidhe prit, edhe me sulme, i ngjajnë më shumë Ballkanit se sa një vendi europian dhe prap nuk i shikoj këtë mënyrë të sjellurit të shumicës formale të institucioneve të drejtuesve të kuvendit, i cili duhet të jetë aty minimalisht, formalisht mbi palët. Nuk është. Është një person që merr urdhrat se si duhet të sillet nga kryetari i grupit të Partisë Socialiste. Dhe ja t'ju jap një shembull se po e ndiqja dje këtë. Për procedurë. U ngrit
një deputet i Partisë Demokratike për të folur për procedurë, ja ndërpreu fjalën pa e lënë të mbaronte sepse i tha nuk është për procedurë, ndërkohë folën nga Partia Socialiste komplet gjë tjetër, s'kishte lidhje fare me procedurë, u la të mbaroj dhe as nuk i tha minimalisht kryetari i kuvendit që shiko se kjo që po flet ti ose kjo që folet ti nuk ishte për procedurë. Po unë të lash të mbaroj për respekt sepse jemi kolegë të Partisë Socialiste. Domethënë është kjo çështje e dy standardeve në atë kuvend. Po pse çfarë arsye ka që të ketë dy standarde? Ata kanë 83 mandate, kalojnë jo ligje po dhe kode po duan. Po nuk duan, pra nuk do kryeministri, nuk do fare as minimumin. Ju e pat çfarë ndodhi në gjykatën kushtetuese. Nuk i prishte asnjë punë, zonja Bejtja ishte e vetmja që bënte ndonjë mendim të pakicës kur dilnin vendimet, edhe kjo e shqetësonte. Jo më në kuvend të kesh të drejtën e fjalës, të kesh të drejtën që të paraqitësh faktet përpara qytetarëve shqiptar,